parat në fushatës zgjedhore, por edhe në parti politike ndërmjet fushatave, të cilave nuk u dihet as burimi as shuma, paraqesin elementet të korrupsionit dhe ndikojnë në elektorat e kësaj edhe në demokracinë tonë. Kur një korporat jep miliona për një politikan, nuk jep ato sepse ka simpati për politikanën ose politikanin, por sepse dëshiron që nesër ajo apo ai të jetë në pushtet të fitoj shumë fishën e këtij investimi përmes tenderëve e licencave shtetërore. Pra për korporatat, parat për një parti politike apo një politikan janë investim që pret edhe kthim edhe fitim. Ne vërtet shpresojmë që në këto parime të kemi konsenzus ndërpartijak, sepse është për të mirën e përgjithshme dhe nuk mund të lejojmë që rezultatet e zgjedhjeve më pastaj edhe qeverisja të përcaktohen nga korporatet. Duke pasur parasysh këto, ne e kemi parë të domosdoshme diskutimin publik në qëllim të arritjes së pajtueshmërisë ndërmjet partive politike, ashtu që ky projekt ligj të miratohet në dritë të një procesi të mirëfillt demokratik, ndarja e paras, pra alokimi i mjeteve, është i rëndësishëm në kuptim të funksionimit të partive politike, por kjo duhet bërë mbi bazën e një kornize të qartë ligjore në të cilët duhet t'i kemi si bazë këto parime. Balancë e arsyeshme ndërmjet financimit publik dhe privat, kriteret të drejta në lidhje me shpërndarjen e kontributeve ndaj partive politike, rregulla strikte lidhur me donacionet, vendosje e kufirit të shpenzimeve të ndërlidhura me fushatat zgjedhore, transparencë plot e llogarive bankare dhe përcaktimi i autoritetit të pavarur të auditimit dhe sanksioneve për partitë dhe kandidatët të cilët i shkelin rregull.